Medvedev kërcënon Suedin dhe Finlandën, tani mund t'ju sulmoj me armë bërthamore. Ish presidenti rus Dmitri Medvedev ka deklaruar se Suedia dhe Finlanda janë bërë objektiva legjitime për sulme bërthamore nga Rusia pas antarësimit të tyre në NATO. Ai thesoi se këto vende, duke u bashkuar me një aleancë armiqësore, kanë hequr dorë nga neutraliteti i tyre dhe janë bërë objektiva ushtarake për Rusinë. Medvedev theksoi se si pjesë e NATO-s këto vende janë automatikisht në shënjestër të forcave të armatosura ruse, përfshirë sulme të mundshme bërthamore dhe preventive, shkruan Reuters. Finlanda u bashkua me NATO në prill të vitit 2023, ndërsa Suedia në mars të 2024, duke zgjeruar kufirin e aleancës me Rusinë për mbi 1300 kilometra. Në të njëjtën kohë Rusia ka filluar ndërtimin e infrastrukturës së re ushtarake përgjatë kufirit me Finlandën dhe ka formuar distriktin ushtarak të Leningradit. Sipas autoriteteve finlandeze, Rusia ka nisur sulme hibride duke dërguar emigrantë drejt kufirit për të destabilizuar Finlandën dhe Bashkimin Evropian.